Një situatë e rrezikshme u shmang në kohë në fshatin e Vrin të Konispolit, ku 57 vjeçari Mirash Gjikola po udhtonte me automjetin e tij në zonën e njohur si kthesa e Vrinës. Ai vuri re zhurma të pasakonta dhe dyshoi se diçka nuk ishte në rregull me mjetin. Menjëherë njoftoi policin duke shmangur një ngjarje tragjike. Forcat e rendit më rritën në vend ngjarje dhe konstatuan praninë e lëndës shpërthyese. Një sijati eksploziv Ereneas ndryri menjëherë dhe çaktivizoi eksplozivin e vendosur, duke eliminuar rrezikun për banorët dhe për automjetin. Hetimet e policisë çuan në identifikimin e 8 gjineci dyshuar për vendosjen e eksplozivit. Autoritetet nuk përjashtojnë që pas ngjarjes mund të jenë konfliktet më parshme mes personave të përfshirë. Emri i Gjikolës lidhet me një incident të vitit 2012 në Lezhë, ku gjatë një konflikti për pronën, një person u plagos me armë zjarri dhe u largua për të shmangur arrestimin. Hetimet për ngjarjet e fundit vazhdojnë, ndërsa policia po punon për të identifikuar të tjerë të përfshirë dhe për të zbardhur motivet e atentatit. Situata në zonë mbetet në mbikëqyrje të plotë të forcave të rendit.